Ne celulari hyn nga lart, kurse ai më vriu atje që s'ka mundësi, nuk ka shans ke celular. Po ti pyesësh të gjithë ata duan në një takim special. Qoftë eskort apo qoftë këtë duash ti, çfarë të duash, vetëm çohu. Po nuk ja realizon njëri këtë mundësi. Pra nuk e kanë të gjithë shans. Dhe ky është problemi. S'ka as para për ta paguar sa e paguajnë të tjerë. Nëse shërbimi kontrolli i brendshëm, shërbimi informativ apo agjencitë e tjera kapin një intensitet aktivitetesh shumë të lartë gjatë fushatës zgjedhore, do thotë që atje brenda është krijuar një hapësirë që ata të veprojnë. Se mbaron fushata fapi presin ata. Pra kjo do thotë që ne nuk na çalon sistemi sepse fushat ka qenë linja e dëndër. Celulari hyn në Britani, ke pati ata që dalin atje. Hyn me celulari, diskutohet. A hyn në Dubai që janë rregullat ku. Ti korrupton sistemin. Kurse ne nuk e kemi thjesht korruptim sistemi. Ne nuk e kemi thjesht çështje gardianësh. Ne e kemi çështje sistemi që na shkapur nga sipër. Dhe ky është problemi që kemi ne. Pra, u dha një shifër, mos gaboj kur ishim në parë tek ty. 139 të vdekur në 5 vjet. Është bilanc lufte. Dhe raporti që ju referua pak më parë dhe Lande i avokatit popullit, ta përforcon këtë gjë. S'ka shërbim mjekësor. Është merr. Nuk ka infermier. Ka qenë të vdek para, mos gaboj para një muaj, një nga këta të dënuarit që tani ka dalë, që ishte këto të zyrtarët e lartë, sepse nuk shkonin gardianët të jepnin ndihmë. O sa të smur ka dhe spitali të burgjeve të smur real. Ai ishte në parë, po kjo është e bukur, si smur ishte ai që ja futi vrapin durrës. Ai që se kapte dotës Luiza Gega në sprint, Karl Luiza. Dhe ata që janë të smurë vërtet nuk i çojnë. Pra gjithë problemi që kemi ne është duhet një si them, një institucion i ribër nga e para, që ti të arrish në të kusht. Edhe takimet që bëjnë avokatët atje, ka një ambient posaçëm bëhet. Nuk mund të verë avokatit e ta futësh ti sikur hyn Bjeruca, si në kohën e komunizmit. Dhe gjëja tjetër që duhet të thosha mos harroj. Në burgun e Reçit, nuk e di, mora vesh rastisa para javë me një mësuese në Malsinë e Madhe. Ajo kishte hyrë dhe jepte mësim në burgun e Reçit. Pra, kishte në burgun e Reçit, njerëz që kishin bërë shkollën e mesme, ose që se kishin bërë shkollën fillore. Do kandidojnë pasi dalin. Dhe atje ishte hapur një shkollë, ekzistonte brenda burgut, çuditi, është ngjashme tha me shkollat e natës që ishin dikur ose shkolla me korrespondencë, dhe tha, të dënuarit atje tha, vinë tha dhe me qejf se kalojnë dhe kohën tha. Por tha mbi të gjitha dhe lexoni se dia këtë gjë, se nuk e kam parë që ka shkolla në burgjet e tjera. Në burgun e Reçit ishte krijuar kjo mundësi, pra ekzistonte kjo gjë. Tjetra, që duhet ta thuhet e kjo pjesë. Nëse kujtonin dhjetor, 15 dhjetor 2023-shit, Arben Leshi ishte në burgun e sigurisë lart Peqinit, nga burgjet më të sigurta që kemi ne. Dhe shkon e vret një burgosur tjetër, po me burgim përjetshëm. Po ndodh në burgin vrasin. Por mekanizmi që u përdor për të futur armën aty dhe për të vrarë pra një njeri që ruhet në këto kushte, ky është problemi i madh. Kjo është ajo që na shqetëson. Dhe mbi të gjitha pasaj kemi mënyrën se si trajtojmë burgjet dhe për të marrë shumë në fundit dhe ta mbyll t'ja vleravën kolegëve. Meqense hyrat e ky regjimi ku mbaj ish presidenti Meta, shikoi aty tavolin ping-pongu që rinte bosh dhe pyeta, ja kemi ndaluar tha, nuk e lënë më të luaj. Pra, kur ti të shkon, ish presidenti i vendit, njëri funksionari më i lartë shtetëror që i ka pasur të gjitha, se ka qenë dhe kryetari i vendit, edhe kryeministri. Dhe ti e trajtojnë në atë formë. Dhe kur ne shikojmë ata të burgut Durrësit, që bëjnë shkuma parti, këtu është çaja që nuk shkon. Nëse ti tregon ligjin dhe rregullin shumë mirë që ja tregon. Ish presidentit, ose nëse ti bën basisi aty ndërsa ai po ha ngjezin dhe po i bën kontroll, tani Meta si çojnë kaq që shkon ajo me karta, ose me karta flet ai. Ka një kartofon ata, del nga qelia ai dhe flet me kartofon. Kurse këta të tjerët ne pam, thash në 6 metra katrosh 7 celular, dhe ata ishin online. Kanë Instagram gjithatë. Ata ishin online. Pra, ky është dallimi. Pse ti kurdo ja tregon vendin dhe atij që për shkak të staturës që ka, për shkak biles një pjesë e mirë atyre që ishin regjimin e Metës, me thënë drejtën, ishin futur në punë, janë ata që thëti mosha që janë prag pensioni. Që nga koha që Meta kishte qenë kryeministër. Por, urdhri që u ishte dhënë, se ky njeriu do trajtohet rreptësisht. Pra regjimin e bërë kaq do dalin ajrim. Do t'i çajnë se mbate ato bidonat 6 litër, 7 litër, ai se s'ka mundësi, s'ka palestër për atë. Palestra ishte për Noredin Tumanin atje brenda. S'ishte palestër për atë, ose për ata të burgut Peqinit. Pra, dhe ai sa jonte me bidona plastik, dhe ata ja çanin. Jo se nuk duhet të kesh se lejohet kjo gjë këtu brenda. Pra, të gjitha këto, marrë me radhë çfarë na tregojnë? Na tregojnë që kurdo shteti ta lexon rregulloren fije për fe. Pastaj, kur ajo ul çik vigjilencën, të jep të mundësinë tjetër.
të lë ty që të vendosësh dhe rezultatin. Dhe jo më kohë të përsetin zgjedhjet janë rrugëzhin, mëse ishte çmenduri si doli burgu. Unë habitem si kanë dalë si është e mundur dhe gardianët aty, domethënë kanë qenë në unison, pra gardianët, drejtuesit dhe të dënuarit ishin rresht për një, vota ishte plumb për armikun. Pra, ky është defekti që ne shohim. Gjithë pjesa tjetër të avokatit, ato që ka kapur avokati popullit, ato që ne konstatojmë atje se thash kemi kontakte, edhe kur zonë ti na marrin ata. Unë kam një orar, po më morën nga ora 10 deri në orën 12 nuk i hap telefonat, se di që janë dhoma irimje. Ata dalin dhoma irimi kanë drejt marrë me telefon. Dhe kartofonat e tyre dihet, por mos harro, në burg nuk mund të marrësh dot këtë don telefon. Është e përcaktuar numri. Është përgjuar dhe ti se merr dot, te tjetra.